Ditën e sotme, shtëpia e Big Brother VIP Albania 5 ka patur disa debate të ndryshme, megjithatë, ai me kryesori ka qenë sërish mes Rogertit dhe Mateos. Për ata që nuk e dinë, Rogerti mbrëmjen e djeshme është kthyer sërish në shtëpi. Megjithatë, edhe pse thanë që do të ndryshojë sjelljen e tij, këtë gjë nuk e ka bërë as pak. Përkundrazi, e ka thelluar negativitetin apo ofendimet. Që në pikë të mëngjesit, teksa është zgjuar vetë, ka vendosur të zgjojë edhe banorët e tjerë, duke marrë një valixhe dhe një shkop petash dhe duke i gjuajtur valixhes pa ndalim, duke bërë kështu që çdo banor në shtëpi të çohet nga gjumi i acaruar. Rogerti ka shprehur që nuk janë aty për të fjetur gjumë, prandaj dhe ka vendosur t'i çojë. Megjithatë, i ka bërë thirrje Mateos, duke i thënë që ai është një lider koti dhe duke e acaruar atë në mënyrë që të krijojë një debat. Megjithatë, Mateo ka vendosur t'i thotë fjalë të rënda, por pa e ndezur mikrofonin, prandaj janë fjalë që i ka dëgjuar vetëm Rogerti dhe ai betohet që kanë qenë fjalë shumë të rënda. Më pas, produksioni i ka thënë Mateos që të ndezë mikrofonin dhe momentin që ai e ka ndezur, ky debat nuk ka vazhduar më, pasi Mateo ka zgjedhur mos t'i jap më rëndësi Rogertit dhe të vendos apo të bëjë çfarë dëshiron ai. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë, megjithatë, duket që Rogerti ka vendosur që sërish t'i ndezë gjakrat dhe të bëjë banorët të dalin nga vetja. Është Juela e vetmja vajzë apo e vetmja banore që i qëndron atij afër pasi të gjithë janë kundër Rogertit. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.